Prurjet e lumit Vjos po rriten me shpejtësi dhe rrezikojnë të sjellin përmbytje në disa fshatra të bashkisë Fier me shtrirje gjatë rrjedhës së lumit. Në një prononcim për mediat, kreu i bashkisë Fier Armando Subashi ka pohuar se niveli i prurjeve në Memaliej është në kuotën e 6 metrave dhe ndërsa po shtohen nga përvoja e viteve të mëparshme teksa i afrohen kuotës 6.5 metra, fillon dhe shfaqet rreziku për zonën tonë. Teksa ka theksuar se të gjitha këto zona të rrezikuara po monitorohen në mënyrë të vazhdueshme. Përballë kësaj situate, Subashi u ka bërë apel banorëve të fillojnë evakuimin fillimisht të bagëtive në stanet e ndërtuara pranë lumit. Për fat keq, Vjosa është duke rritur goxha prurjet nga të dyja degët e saj. Nga informacionet më të fundit që kemi në Memaliaj, aty ku kemi edhe një shkallë matës, niveli pothuajse ka shkuar 6 dhe sipas gjithë përvojës son të viteve të kaluara, kur kalon 6 dhe kur i afrohet le të themi 6.5-s, atëherë fillon edhe shfaqjet rreziku për gjithë zonën tonë. Sigurisht është dhe ajo koha që nevojitet prej 5-6 orësh, që prurjet këtu pastaj të fillojnë të kapin maksimumin, por ajo që dua të theksoj është fakti që nofta kemi ardhur momentin që duhet të fillojmë të sensibilizojmë. Duhet të fillojmë të njoftojmë njerëzit, kryesisht banorët që janë le të themi pranë Vjosës dhe që përgjithsisht edhe nga vitet e kaluara kanë pasur probleme. Ndofta nëpërmjet jush do doja t'i bëja thirrje të gjithë atyre që të fillojnë të evakojnë në radhë parë le të themi bagëtit që mund të kenë në përstanet e tyre afër Vjosës dhe pastaj sigurisht gradualisht duke marrë masa edhe për ndonjë oriendi apo sende ndryshme që mund të kenë të vetat. Emergjencat pranë bashkisë Fier janë pozicionuar në terren pranurës së Mifolit, me qëllim për të ndërhyrë në kohë në rast të daljes nga shtrati të lumit. Jemi në monitorim të situatës, e gjithë bashkia është në emergjencë të plot. Po afrojmë gjitha mjetet që kemi ne, kamiona, skrepa për çdo moment që mund paraqitet dhe çdo ndërhyrje që mund nevojitet në territor. Besojmë dhe shpresojmë që me masat që dhe investimet që kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve, sigurisht nuk do të kemi ato për masa le të themi që ka pasur në shumë vite të shkuara. Por ende nuk mund ta themi me siguri nëse Vjosa do të dalë apo jo. Ndërkohë hidrovorët janë duke punuar me kapacitet të plot, ndërsa nuk ka patur probleme me furnizimin me energji elektrike.